Përshëndetje, mirë se vini te Tejtkas Albania. Këtë javë është një javë interesante se kemi pasur normat e interesit dhe fjalin e Jerome Powell. Edhe tregu ka ca problematika, situata të ndryshme që po ndodhen tani. Unë tani jam me Irdin. Irdi, përshëndetje. 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 Edhe do të thoya që sot do flasim mirë për lajmet e vendet kryesore të javës kaluar, çfarë impakti presim ne që të kenë të tregu, çfarë impaktin kanë pasur. Pastaj do bëjmë analizën e kriptos kryesore, stocks dhe pastaj madhrat dhe forexin, dollarin. Irdi, ndonjë lajm kryesor për këtë javë? Këtë javë si të shpritet, domethënë Jerome Powell kishte lajmin kryesor, kishte edhe unemployment data më duket, të dolën mirë me sa më mend. Kishim Trumpin me deklaratat e tij, po këtë javë sikur nuk bëri deklarata ekonomike, më shumë më fokusua te politikat amerikane, tek Tesla, sepse Tesla ka postuar shumë rënje dhe me sa duket përpiqet të bëjnë boost. Jerome Powell foli pozitivisht se çpritej, kur edhe kjo ishte një gjë e mirë për ditën, po pastaj në fund të javës prapë vabajta të nivelet e 5600-s te S&P, edhe Nasdaqu poshtë 20 mijës, siç ka qenë, që po ta mendoni është pothuajse 2 pikë poshtë nga high i këtij viti. Kështu që është ka qenë goxha javë problematike. Çmimet kanë qëndruar në një zonë volatiliteti te 5600 për S&P deri te 5700, pastaj është shitur dhe bler në ato nivele, por sepse kishim edhe atë që quhet triple witching këtë javë. Ku mbaruan, ku skaduan kontratat mujore, javore, 2 javore, edhe ishte shumë problematik domethënë atë çmimin deri në ato nivele, për të djegur edhe puts edhe calls. Po, atë vura edhe unë që po marrin çmimin te një zonë, le të themi, ku të gjithë do skadoheshin. Është pak problem tani me këto options, se edhe këto duhet i kesh si faktor. Po para ishte pak më thjesht jeta sepse tregtoje pa options ndoshta dhe jo, është për problematik sepse nga statistika që ke nxjerr ti, po thuaj se 90% e tradersve tregtojnë 0 day options, që është për shumë problematike. Po, dhe do manipulohen nga institucionet. Dhe ajo ndodhi të Intën dhe të Premten, pastaj të Premten kur s'kishte lëvizje çmimi fare, po thuaj se ngeli vetëm ajo zonë edhe dish gjithë në një nivel, digji, zbrinë në një nivel më poshtë, digji, edhe ngelen në atë nivel. Vetëm ata që bën writing fituan nga kjo javë. Po, normale, ato gjithmonë fitojnë. Po marrin të profitin e vet. Po, ato gjithmonë fitojnë. Kjo ishte situatë që pak situatë si tregu nuk lëvizi fare këtë javë, për mendimin tim. Ne po aty. Pra për këtë arsye po flasim. 0.7% pash, domethënë po thosë të gjitha minus 0.7% asnjë lëvizje 1% nuk u bë. Domethënë rritesh 1% një ditë, ulesh 1% një ditë, ishte kështu domethënë, rritet një balancë të frikshme. Po, edhe ka qenë edhe barometri unë po e quaj është një treg për day traders dhe për scalpers, jo treg le të themi për investitor afatmesëm si puna ime. Edhe për ato që për traders më duket shumë e rrezikshme, domethënë, pavarësisht se kemi parë të kupion disa fitime që kanë bërë dëgjuesit tanë, po është shumë e rrezikshme. Domethënë, nëse Paul do fliste keq për Merkurën, do ishte minus 20%, minus 30% në market, me siguri. Që edhe day trading ka. Fakti që Paul foli mirë nuk domethënë, edhe po ta vëri re të fjalimi, kishte disa pikpyetje goxha të forta domethënë për inflacionin, për tarifat, të u fol. Është duke si foreshadowing për të ardhmen pak a shumë që të jepi ekonomia e qëndrueshme. Po, për mu ka një gjë që tregu tani, po që qëndron këtu në këtë nivel të ulët edhe ulët gradualisht pak nga pak, mund të jetë shenjë që jemi në një recesion, edhe mund të ketë një ulje më thellë pak më vonë. Do na duhet këtë javë që do vi një rritje ose javën tjetër një rritje serioze. Le të themi një mean reversion të zonat pak më lartë 5800, 5900, që të kemi shpresë që kjo bull run mund të vazhdojë ose të kemi një 2 mujor, 3 periudhë 2-3 mujore të mirë në treg, edhe
Me atë që ka thënë Jerome Powell për mendimin tim, ka thënë po njëjtën gjëra, edhe recesioni paga shumë është i sigurt për mendimin tim. Është thjesht çështje sa dashtyn ato. Edhe po që Për pëlqevi ajo fjalia që tha, domethënë që parashikimet për recesion janë akoma të ulta, megjithëse janë më lart se ç'i parashikonim ne. Paga shumë që po ikim në një recesion. Po, dhe pastaj thot gjithmonë thot për një gjë, ne do vazhdojmë që të përqendrohemi te punësimi dhe te inflacioni. Nuk po bëjmë ulje as ngritje të normave të interesit sepse duam që të kemi mundësi me manovruar më vonë. I që ai është i përgatitur që do ketë një situatë. Një gjë që kam vërej domethënë është që dhe nuk ka para domethënë për të investuar me sa duket. Po thuaj se volumet janë në nivelet më të ulta domethënë. Duke sikur nuk ka para në treg për momentin. Ata që janë pozicionuar të disa aksione dhe nuk është se ka lëvizje kapitali që të krijojë volum. Po, për mu ishte kjo që kapitali që hyri me ardhin e Trumpit në nëntor-dhjetor, ishte kapital nga retail traders të all-time highs. Ajo ishte arsye kryesore pse ra tregu se institucionet panë si mundësi për të le të themi likuiditet. Tani institucionet po japin ca shenja fillestare që po e blejnë këtë dip, po nuk po e blejnë në mënyrë serioze si i kanë bler ato të tjerat në 2020 për shembull, 2008-ën, 2013-ën, periudhë të ndryshme që ka bërë dipe serioze tregu. Edhe me sa duket, edhe te formimi i çmimit që do të mbulojmë pak më vonë, po bën një farë bear flag që është një çmim në rritje i shtrëngum dhe pastaj mund të bëjë edhe një ulje më thellë. Kjo është frika ime dhe situata që po shikojmë për momentin, sepse nuk ka atë ofrim blerëse dhe shtyrje nga institucionet që po blihet. Jo vetëm S&P 500, po shikojmë për një gjë edhe në kripto. Edhe se di, është problemi që institucionet për mendimin tim nuk po e blejnë. Edhe lexova domethënë diçka tjetër që Tesla po bliheshin shumë nga retail në këtë çmim. Ishte kjo mund të jetë një thënë domethënë që mund ta shesin institucionet akoma më thellë, kështu që do të bëjmë kujdes. Ka që nuk duken në nivele sigurta. Duke sikur kanë hequr dorë nga Tesla. Duke qenë se edhe kompanitë kineze janë bërë shumë të avancuara, BYD nxorri lajmin do të thënë që kanë dhënë teknologjinë që karikohen për 5 minuta tani, makinat e tyre. Po, kështu që po bëhet pak shumë kompetitive. Është një situatë shumë delikate për mendimin tim, edhe për që çmimi shkon pak më lart, besoj që do kemi një dip tjetër. Tani unë shpresoj që dipi të ishte, le të themi, të kishim shku pak më lart këtë javë, që nuk ndodhi, për fakti që po edhe diçka tjetër që do thoshta, fakti që nuk shkuam te 5800-ta, tregon për që s'ka blerje, domethënë. Sepse në një mean reversion normal do shkon te 5800, 5900. Ajo nuk e thyvi 5700 gjatë gjithë javës, po të thësë. Po. Njëtin le themi gjë po shikojmë edhe te kripto që Bitcoini shkoi te 85, unë shikoja që mund shkojnë deri te 90 dhe përpara se të kishte një ulje dhe konsolidim aty. Dhe ajo gjë ndodhi aty. Është ajo që nuk ka e free. Ndoshta se pam pak Kinën që pati le themi një çfyrje ose nuk po heste më me ato ritme që kemi parë këto 2-3 muaj që kemi trajtuar. Më duket kishte atëherë 2-3% çdo ditë tek internet të premte nëse pashëm. Atë ishte 2-3%. Po. Pastaj edhe Europa mendoj që mund të çarkulloj kapitalin tani nga Kina edhe Europa në Amerikë këtë javë ose këto 2-3 javë të tjera. E vetmja shpresë që kam una me analizën që kam bërë që po hiqë këto problemet e tarifave korespondojnë perfekte me situatën që ka ndodhur në 2017-ën, kur patëm këtë ulje në shkurti deri në fund të marsit, dhe pastaj pam një rritje që erdhi në fund të marsit, prillit dhe pastaj deri në maj. Kjo është shpresa që kemi që mund të ndodhi një gjë si puna kësaj. Kam parë edhe shenjë të tjera. Çfarë thotë? Jo, ajo data 2 prill që folëm për javën e kaluar që futën në fuqi tarifat, duhet të parë çfarë ndryshon deri në atë datë, domethënë. Do vjen në fuqi apo do hanullohen siç ka bërë tani, po thjesht në shtat politik, ose do i shtyp prapë siç ka bërë, domethënë.
Po. Që do të filloni që në shkurt, jemi në mars, po mëra mars e akoma se kanë filluar tarifat. Po, Eksakt. Ndoshta bëhet një modifikim të tarifat përpara atyre, që kur të dalin datën 2 janë pak më normale dhe nuk kanë ndonjë ndikim, është për të parë. Ajo është momenti i kyç mendoj unë fundi i marsit, fillimi i prillit, që do vendosi tregu. Kemi akoma problemi që në anën teknike çmimi është 200 SMA, që është moving average, te S&P 500 që është një zonë shumë le të themi e vështirë, që kur thyet ajo zonë, zakonisht çmimi shkon edhe pak më thellë, që e kam thënë disa herë. Duheshe ajo rritja deri te ajo 5800, 5900 që të gjete një farë rezistence, të vinte prapë poshtë, dhe të formohet një konsolidim që nuk po ndodh, është shumë problem. Kemi edhe te Nvidia që ka thyer çmimi 50 ditor mesatar, çmimi 200 ditor mesatar që quhet një dark cross, një thyrje e artë, që kur thyet zakonisht ajo zonë, kemi një rënje më të thellë te ai aksion ose ai aset ose ai grup asetesh indekse. Fakti që Nvidia është një nga asetet më, le të themi, më të rëndësishme me market cap më të lartë, që ka këtë lloj bearish sinjal të fortë, besoj që ka friksuar investitorët akoma më shumë dhe ndoshta mund të kemi atë gjën që thamë pa pritur, ose kam thënë që mund të kemi edhe një rënje më të thellë, një situatë recesioni më problematika. Është një shenjë për të parë. Ndeshmë tjetër që pash te konferenca e Nvidia, duke se ku po bëj shumë upscaling, edhe po harxoj shumë, edhe kjo ndoshta i ka friksuar investitorët që po shesin. Duke pritur që nëse do funksionojë kjo, okay, do blej prapë Nvidia në një çmim më të ulët. Nëse do të funksionojë ky projekt i Nvidias, do shkojë në zero, kështu që s'kemi pse rrezikojmë kapitalin ton. Pasi ka filluar shumë programe në jetë kohë, domethënë për automatizimin, për robotikën, për çdo gjë, domethënë duket sikur do të bëhet monopol, domethënë, prandaj do të thash kjo frika që po përhapen në shumë drejtime në një kohë shumë të shpejtë. Kuptova. Po mundohen që të le të themi të krijojnë produkte, shërbime të tjera edhe të hapen në tregjet e tjera. Unë nuk e pash të më drejtën, edhe nuk kam shumë informacion për atë pjesë, po është rrezik ajo pjesa që do të jetë. Zero nuk besoj që shkon në Nvidia, por fjala vjen mund të jetë një rënje 20-30% tjetër nga këto ku jemi. $10 prapë, domethënë. Po. Derisa të gjej veten po prapë me ato me këto modifikimi që po bën mrena për mrena. Për jobless claims që dolën të njëjtën, pati një rritje. U rritën kërkesat e papunësisë, ne prishim këtë gjë. Dhe kjo ka qenë një nga shenja që unë kam parë që ndoshta do kemi një recesion, po vinë ngadalë ai event. Se kemi parë te some indicator, ca faktorë të tjerë që kanë hyrë me kohë, tani kemi 2-3 muaj që kanë hyrë, edhe janë si shenja fillestare një recesioni. Kjo është një shenjë negative që tregon, le të themi, ndoshta periudhën që ka hyrë Deutsche, ka hyrë Elon Musk, ka krijuar situata që njerëzit kanë dalë nga puna, ndoshta dhe kontrata shtretore që jepen kompanive private, nga kanë ndikuar te punësimi, sepse ka shurtuar dhe kontrata që po jepen institucioneve të ndryshme dhe kompanive të ndryshme. Tender, gjëra të tjera që ka bërë, që bën. Një kompani do të kishte humbur 20-30% të vlerës, domethënë vetëm se Dodge anulloi një kontratë për emësim shoqëra. Tash po vëmë të dedikoj edhe në market Dodge, që është shumë problematike. Në punësim. Që do thojë tjetër unë, do thojë që për Europën mendoj që mund të ketë, le të themi, një farë frike që ndoshta mund të rritet prapë inflacioni, u normalizu pak inflacioni, dhe është një nivel më të mirë, dhe prandaj kanë hyrë investitorët e Europa, por ka dalë një nga pjesëtarët e BE-s që ka thënë që tarifat amerikane mund të rrisin dhe inflacionin në Europë, dhe mund të krijojnë probleme, kështu që ndoshta ajo ka qenë arsye pse unë filloi tregu europian të kishte ca problematika, shitje pak.
dhe ndoshta dhe tregu gjerman që ka qenë një rritje të jashtëzakonshme, për mendimin tim të papritur për mua personalisht mund të ketë një ulje tani. Shikojmë se si do ecin gjërat. Të tjera që kam parë, që ka qenë themi evente shumë interesante. Ishim Floriri këtë javë që shkopi $3,000 edhe për mban atë stafin e $3,000 që është është pozitive për ata që luajnë këto commodities future. Po. Edhe një gjë që kam parashikuar që 2400, që kam 3 muaj tani që thash 3000, 3200 besoj që do iki goldi këtu. Një gjë le themi që tregon që akoma nuk ka siguri të ekonomitë globale dhe investitorët po hyjnë te asete më të sigurta si Floriri, dhe akoma Bitcoini nuk ka atë rolin si aseti më i sigurt që presin gjithë. Ja, vështirë. Vështirë se mos për lajme që hakohet portofoli X-it, hakohet portofoli Y-it, kështu që për privatik si aset i sigurt. Eksakt, kjo është problemi që BYD që the ti ishte një gjë që ka impakt edhe te Tesla, por edhe te tregjet në përgjithësi si të europianët, si të kinezët, si të amerikanët, sepse është rival me të gjithë, domethënë ka shumë BYD. Po. Dhe është le të themi një problem për gjithë ato rivalët. Është shumë i mirë për BYD, por është për të parë si do avancojnë. Edhe aksioni ka qenë në rënje, them drejtën. Ma sa di unë, nuk ka qenë në rritje. U rritë 3-4% me lajmin e 5 minutit. Atë tash po vazhdon në rritje, domethënë duket. Se di se ra Kina të njëjtat të premtës është e vëri, po kur doli lajmi që po bjerë teknologji për karikuar për 5 minuta, një model të ri baterie, se çka kishin shpikur, kështu që do ta shohim në VMC, domethënë si do kanë shitjet këto, sepse është kompani edhe baterie edhe makina, kështu që më shumë bazohet te shitjes se sa te si të Tesla, të bazohet te robotika, te taksi, te robotaksi. Po, ka dhe panele diellore, gjërat e tjera që ofron Tesla. Okej, unë po mendoj tani me kaq i nuk keni një gjë tjetër që dohet të shtoje këtu te pjesë segmenti i lajmeve dhe eventeve? Kam që nuk po incen këto sektoret e farmaceutikës, si shprisnim domethënë të futesh në asete më të sigurta, nuk është se ka besim tregu as tek sektoret farmaceutike. Ndoshta për shkak të RFK Junior, kështu duket të korporin të gjithë në cash për momentin. Asnjë nuk është se po investon në gjëra frika përgjithshme, po. Frika përgjithshme. Po do jetë një mundësi shumë e mirë, do i thoj dëgjuesve që do jetë një mundësi shumë e mirë që të kapim këtë anim për prap për lart në S&P 500. Ndoshta ikën pak më thellë, ndoshta vinë që tani ai moment do jetë moment i art për ju që dini të tregtoni ose le të themi doni që të hyni pak edhe afat gjatë, afat mesëm në treg. Dhe një moment shumë i mirë. Është thjesht çështje kur do vi ai moment, edhe ne këtu në Tradecast do mundohemi që t'ia japim atë informacion sa më sakt. Pastaj do të thotë që mund bëni pjesë edhe të Telegrami, që është e përshkrimi i videos, ku komunikoj aty me gati 1000 antar tani që kemi. Për këto momentet kyçe në treg që do anoj tregu për lart si në kripto si dhe në stocks. Prandaj bëu pjesë aty se ishte ato domethënë që kishin në fuqi upstairs, më duket te retail CPE, që ajo ishte shumë e rëndësishme domethënë, që duket si një alarm për ta ardhur më shumë, pavarësisht se kur CPE kishte lëvitur shumë. Po. Ka ca shenja shumë negative. Edhe ne kemi gati 3-4 muaj tani që themi për recesion të mundshëm në Amerikë dhe avash po shfaqen le të themi situata të ndryshme, impaktet ekonomike që po krijohet ajo situatë ndonkohë në vet. Tregu ndonjëherë të jep shenja para kohe që le të themi ka dobësi në formim çmimi, nuk ka fuqi blerëse, fillon të shikosh le të themi ndjenjat e investitorëve të tjerë që ne do t'i analizojmë. Dhe na ka dhënë para kohë ato shenja. Okej, Irdi, unë po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e lajmeve dhe eventeve.